Vendi I parë për kadet. Ciklisti I Vllaznisë Luiz Marxhoni ka shkëlqyer në aktivitetin e përvitshëm të trofeut 26 marsi që zhvillohet në qytetin e Kavajës, duke zënë vendin e parë dhe duke merituar kupën nga organizatorët. Pas suksesit në kupën Dita e Verës në Elbasan pak ditë më parë, ky ciklist ka shkëlqyer edhe në këtë aktivitet, që organizohet çdo vit nga Bashkia e Kavajës në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Ciklizmit. Në edicionin e sivjetshëm të trofeut 26 marsi, përveç ekipeve të vendit tonë, morën pjesë edhe kombëtarja e Kosovës si dhe ekipi Veles nga Maqedonia e Veriut. Në fakt, pavarësisht kohës jo të mirë që ka shoqëruar të gjithë garën, ciklistët janë munduar të japin më të mirën e tyre. Në garat e kadetëve, figurën më të mirë ka bërë ciklisti shkodran Luiz Marxhoni. Ai është shkëputur të gjithë konkurrentëve të tjerë dhe ka prekur I pari finishin e Kavajës me kohën 1 orë 29 minuta dhe 35 sekonda. Në vendin e dytë është renditur ciklisti Skënderbeu dhe në të tretin ciklisti I ekipit të Kosovës. Në këtë mënyrë Marxhoni tregon edhe një herë tjetër se është një element me shumë të ardhme dhe në fakt edhe trajneri Leonard Kola beson shumë në aftësitë e tij. Në garë kanë qenë edhe ciklistët junior dhe ato senior, ku Vllaznia është përfaqësuar me 6 sportistë, por pavarësisht përpjekjeve të tyre nuk kanë arritur dot të ngjiten në podium. Nga ana tjetër, pjesëmarrës në këtë garë me veteranët ka qenë edhe një tjetër shkodran, pikërisht Adrit Kraja, I cili ka bërë një performancë të mirë dhe është nderuar me një diplomë të veçantë nga Federata Shqiptare e Ciklizmit. Garat e ardhshme do të jenë ato që do zhvillohen në mesin e muajit prill në Shkodër, pikërisht ajo e nderimit të figurave të shquara të këtij sporti në vite për Vllaznin.